Furgoni me armë i kapur më 29 tetor në Myslimshyr ka vënë në lëvizje prokurorinë e posaçme. Në total brenda furgonit u gjetën 23 armë zjarri të llojeve të ndryshme, 5 prej të cilave sniper, po ashtu u kapën 15.000 fishek, kuti me pranga dhe uniforma policie, pjesë armësh, pajisje për shpërthime në distancë dhe gjurmuese të tjerë. Policia vuri në pranga 34 vjeçarin Eugert Sino, por dosja ka kaluar te SPAK, pasi dyshimet janë se armët i përkasin një grupi të strukturuar kriminal. Sino u arrestua sepse furgoni rezulton në emër të tij, por sipas burimeve të pamfletit, i riu është marrë në pyetje nga SPAK. Edhe në polici Sino ka deklaruar përpara hetuesve se mjetin e kishte vendosur në pronësinë e tij me kërkesë të një personi të njohur me emrin Bledar, pa e ditur mbi emrin e tij. Në deklarimet përpara hetuesve ai këmbgul se nuk ka pasur kurrë lidhje me këtë mjet dhe për këtë arsye SPAK ka urdhëruar që të merren shenjat e gishtave brenda furgonit. Kjo për të zbuluar nëse ka lidhje i riu, por edhe për të shkuar te personat e tjerë që e përdorin mjetin. Dyshimet paraprake të SPAK janë se armët kanë lidhje me grupin Aurel Hoxhës, i cili është i shpallur në kërkim nga SPAK si porositësi dhe organizatori i vrasjes së Klevis Lleshit në vitin 2020. Aurel Hoxha është pronar i lokalit Monopol, i cili u sekuestrua nga SPAK pak kohë më parë. 34 vjeçari Sino punonte në lokal dhe dyshimet janë se e kanë shfrytzuar për të vënë furgonin në emër të tij. Elementi tjetër është ai se ishte kamufluar si furgon për mirëmbajtjen rrugore. Ajo që bie në sy është se në furgon shihej logoja e kompanisë Gjener 2 e Bashkimulajt. Nuk dihet nëse kompania ka lidhje me personat në fjalë apo thjesht përdorej si kamuflim, por sipas burimeve, SPAK po avancon shumë në hetimet dhe dyshimet janë se janë disa personazhe të lidhur me armët. Ka dyshime se ky grup ka siguruar armët për disa atentate në vend dhe armët e sekuestruara do të përdoreshin po për vrasje. Sa i takon aksionit, u kapën 12 pistoleta të llojeve Beretta, Glock, Rex Delta, Ruger 57 dhe Tanfolio, 6 arma automatike, 5 armë me tyt të gjatë, me shënjestër optike të ngjashme me sniper, 1 silenciator, 17 krera për armë zjarri të ndryshme, pjesë të ndryshme armësh zjarri, 15.000 fishek, 17 kuti me pranga të ngjashme me ato që përdoren nga policia, 12 celular dhe pajisje që përdoren për shpërthime në distancë, pajisje elektronike gjurmuese GPS, pajisje për bllokimin e valve, pajisje për numërimin e kartmonedhave, 3 kompleta uniformash të ngjashme me ato të policisë.